sa për sqarim. Këto prova a lejon fillimisht të dorëzohen o të administrohen. Rregullorja e lejon. Dhe na në proceset ndryshme kemë pas edhe deklaratat që janë marrë për pjesëtarët e sigurimit shtetëror serb. Mirë, por çështje tjetër me afal besimin asaj prove. Nëse një rast, si që është ky, e për cilën po pretendohet se ka atë shumë prova, nuk është thonë numri, që janë ndërzu prej Serbisë, prej Prokurisë Speciale të Serbisë, Ministrisë Punëve të Brendshme, etj. Trupi gjykues sigurisht që do ta vlerësoj besueshmërinë e tyre. Ato prova mund mu miratu, mu trajtu me rezervë të madhe, sepse ata e din rolin edhe veprimin e ish shtetit, po e quajnë atë në okupim, Serbisë. E din çfarë roli dhe cilat kanë qenë pretendimet e tyre. Kështu që unë jam shumë i sigurt që trupi gjykues nuk do ta mbështet vendimin gjyqësor të fajësisë, po as pa fajësisë të ato prova. Po dhe në fund tek çështja e vendimit, mbi çfarë baze vetëm sa për sqarim mund të kërkoj në këtë rast trupi gjykues më shumë kohë këtë 60 ditëshin përtej afatit fillestar? Unë po besoj që 90 ditë që këtij trupi ka më mjaftu, sepse nuk ka edhe as shumë prova. Përpos nëse diçka është diskutabile, atëherë me arsye të plot mund të kërkohet vazhdimi edhe për 60 ditë tjera. Mirë, po nuk e besoj që mund të ardhë deri te ajo. Po unë e pash që nuk ka mbet me sot, e pash që është ajo mundësia e rihapjes procedurës të prova. Kem pas rastin praktik. Kem shku me mendim se nesër me kem shpalljen e vendimit gjyqësor, në fakt trupi gjykues ka ardhur në përfundim dhe ka thonë e bëjmë rihapjen e trupit e provave, shqyrtimit për shqyrtimin e provave, sepse trupi gjykues nuk ka mujt me ardhë në përfundim lidhur me këte. Edhe është pa një vendim. Edhe kjo lejohet. Edhe është lejon rregulloria. Po, sot nuk pa mas i dilema, prandaj unë fuqishëm besoj që brenda 90 ditëve ky trup gjykues ka marrë një vendim gjyqësor, që shpresoj shumë që do të jetë vendim gjyqësor i bazuar në prova me të cilën do të lirohen të gjithë dhe të njëjtëve do t'ju ndërprehet paraburgimi.